Universiteti Kristal ditën e premte dhe të shtunë do të organizojë një konferencë shkencore ndërkombëtare me temë reformat institucionale, domosdoshmëri për integrimin e Bashkimit Evropian. Në konferencë do të ketë rreth 300 të ftuar, mes tyre vlen të përmendet profesor Fabio Berti, zëvendës rektor i Universitetit të Studimeve të Sienës, profesor Mariano Ghiacci nga Universiteti i Sienës, Dr. William Maxwell nga Amerika, akademiku profesor Dr. Radivoje Masic nga Universiteti i Beogradit, profesor Dr. Luan Karçanaj, dekani i Fakultetit të Elektronikës në Universitetin Kristal, Dr. Arben Lloja, dekani i Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Sociale në Universitetin Kristal, Dr. Gani Karamanaga nga Shtëpia e Shëndetit Ulqin, Dr. Nasir Bexheti nga Universiteti Shtetëror i Kosovës, e shumë emra të tjerë të njohur të botës akademike në mbar botën. Universiteti Kristal në praktikën e tij të punës, her pas here organizon konferenca të tilla shkencore dhe pas vendimit të padrejtë të qeverisë për pezullimin e licencës ndaj këtij universiteti, puna akademike e profesionistëve që punën aty nuk është ndalur. Në këto ditë sezoni provimesh në ambientet e universitetit, gjithçka vijon normalisht. Ka studentë të emocionuar përpara një provimi, ka studentë të cilët me pasion për temat e tyre të diplomave, kudo gjen një jetë normale për një kampus të tillë universitar. Ky universitet ka mirëpritur shkrimtar, sociolog, jurist, historian, analist dhe gazetar që kanë hyrë dhe kanë dalë në ambientet e universitetit dhe kanë qenë pjesë e konferencave shkencore kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare. Vitin e kaluar këtu ishte për vizitë aktoreja me famë botërore, Eliza Dushku. Disa kohë më parë ka qenë dhe lordi anglez Alan Watson. Universiteti boton çdo vit libra shkencor, por dhe libra artistik. Mes tyre vlen të përmendet libri Visargjitit. Universiteti Kristal ka 5 kampuse në Tiranë, Fier, Korçë, Kukës dhe së fundmi në Përmet.